Presidenti e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, ka bërë publik deklarimin e pasurisë për vitin 2024 në Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit. Në këtë deklarim, presidentja dhe bashkëshorti i saj kanë paraqitur një listë të gjatë të pasurive të patundshme dhe burimeve të ardhurave, përfshirë prona në Kosovë dhe në Australi, të cilat arrin vlera të konsiderueshme. Sipas dokumenteve të dorëzuara, çifti posedon një banesë në Kosovë të blerë për më shumë se 59.000 euro. Përveç kësaj, ata janë pronar të një shtëpie që ka vlerën prej 170.000 eurosh dhe një parcele toke që kushton 35.000 euro, po ashtu ata zotërojnë një garazh me vlerë 6.000 euro. Në deklarim përfshihen edhe dy prona të tjera të banimit. Njëra është një pronë e përbashkët me vlerë 190.000 euro dhe tjetra një pronë që gjendet në Australi, e cila është blerë për 510.000 euro. Prona e fundit përbën vlerën më të lartë e raportuar nga presidentja në këtë deklarim. Sa i përket origjinës së mjeteve për blerjen e pronës në Australi, Osmani ka sqaruar se fondet janë siguruar nga disa burime të kombinuara përmes shitjes së një prone më të ershme, po në Australi, e cila ishte në pronësi të bashkëshortit të saj, trashëgimi nga prindërit e tij, kursime familjare, si dhe ndihmë financiare nga të afërmit. Në emërin e saj personal, presidentja ka deklaruar edhe një parcel toke të blerë në vitin 2016, e cila ka vlerën 35.000 euro. Përveç pasurive të patundshme, në deklarim përfshihet edhe një vetur në pronësi të bashkëshortit të saj, që vlerësohet në 10.000 euro. Presidentja ka deklaruar edhe dy kredi aktive, njëra me vlerë prej 40.000 euro dhe tjetra prej 16.000 euro. Në deklarimin e saj, Osmani ka bërë publike edhe të ardhurat vjetore. Ajo ka realizuar një të ardhur neto prej 33.104 euro nga pozita e saj si presidente e Republikës së Kosovës. Përveç kësaj, nga mëditjet për udhëtime zyrtare jashtë vendit, ajo ka përfituar mbi 11.500 euro, ndërkohë bashkëshorti i saj ka deklaruar të ardhura vjetore në shumën prej 11.068 euro. Ai gjithashtu ka përfituar 12.500 euro nga qiraja e shtëpisë në Australi dhe një shumë mbi 19.000 euro nga një vendim gjyqësor në Ministrinë e Punëve të Jashtme, ku ka punuar më parë. Bashkëshorti ka përfituar edhe rreth 2.800 euro nga mëditjet për udhëtime zyrtare. Deklarimi i pasurisë është një obligim ligjor për zyrtarët e lartë publik në Kosovë dhe shërben si një mjet për të përforcuar transparencën dhe luftën kundër korrupsionit. Presidentja Osmani përmes këtij veprimi ka respektuar afatin ligjor për dorëzimin e kësaj deklarate dhe ka dhënë një pasqyrë të detajuar të pasurive dhe burimeve të saj financiare, por edhe të bashkëshortit.